A e dini sa milioner dhe sa miliarder janë gjithsejt në botë? Të paktën 58 milion milioner janë gjithsejt në botë, që përbëjnë rreth 1.5% të popullsisë globale, sipas raportit të pasurisë globale të UBS 24. Ndërkaq sa i përket miliarderëve, janë gjithsejt 3028 miliarder. 18 persona kanë pasuri mbi 100 miliard dollar, 3 persona kanë pasuri mbi 200 miliard dollar dhe vetëm një person ka pasuri mbi 300 miliard dollar dhe ai është Elon Musk. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë numrin më të madh të milionerëve, pastaj vjen Kina në vendin e dytë, duke u ndjekur nga Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Japonia. Ndërkaq theksohet se deri në vitin 2028 Mbretëria e Bashkuar do të humbas shumicën e milionerëve. 1 në 6 milioner do të humbas këtë status. Holanda është një tjetër vend i cili pritet që deri në vitin 2028 të humbas 4% të milionerëve. Pjesa më e madhe e milionerëve janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 38%, pastaj vjen Evropa Perëndimore me 28% dhe Kina me 10%.